edhe mundem me pas, si që edhe kam me vëllezërit edhe me familjen në biznise anash, që mundem me pa kryt rehat, si thuhet, edhe mos me pas presion edhe stres, po ka qenë një periudhë që kam pas pauzu gati 19 muaj, mas lançimit të këngës motrës, po ishte ajo dëshpërimi që blokadat, ndrimet e fjalëve në moment fundit, jo s'du me publiku këngën, edhe artistat që kam bashkëpunim me ta, kështu që kjo është një gjë që ne si popull, ndoshta nëse më lejohet me thonë, jena shumë pa përgjegjshëm, edhe tani e tutje vetëm me kontrata, vetëm me një letër. Me kanë do që do me bashkëpunu me mua, se duan me bashkëpunu me ta, i thom një flet do më në shkrush. Kështu që e kam marrë një avokat edhe mendoj që sa do pak që zbatohet ligji, ose sa do shumë këtu, kur e ke në bardhëzi në flet, je më i qetë shpirtërisht edhe duhet edhe pala e dytë me respektuar atë vendim. E këtu është nxe pak tema e bisedës, ekskluzivisht për emisionin Zoom. Davide hap zemrën e tregon se rruga e muzikës nuk ishte gjitha me lule, pat edhe thumbime që me raste dhe kanë lënduar shpirtënisht. Po, për shembull me reperin Dën Fenom, që kam edhe bashkëpunim, ndodhi një gjë që ne kishim kontratë edhe marrëveshje, edhe gojarisht edhe me letër që do i kemi koncertet së bashku, do i kemi gjërat edhe fillon këto blokadat, këto inatet, ziliqaria dhe personalisht ai apo menaxhmenti i tyre? Po mendoj që ka pas edhe tjerë, po përderisa ti vendos edhe ke një kontratë edhe një marrëveshje, duhet me qëndru asaj. Edhe nuk ta nesër as nona as baba nuk munden me t'u përzi nëse ti thua po edhe bjen dakord për diçka me dikon. Kështu e shoh unë paktën edhe pastaj këtu janë ndërprej. Unë jam shumë i kuptueshëm veç me më lajmëru. Nuk mundem sonde, nuk dua, jo ashtu, jo kështu, edhe është shumë në rregull. Sun nesër me kënd do prej kolegëve, që do krahin ose vend që ti përket, fjalën e kam vulë dhe nuk e lëviz, si thuhet topi, se përderisa jam merrem vesh edhe kom qenë me qëndru deri në fund, edhe besoj edhe ai ka qenë edhe secili artist tjetër në fillimet e veta, dhe e din si është me ta shtoj dikush dorën ose me të përkrah pak, por jo me, se s'po du me përdor fjalë të mëdha, se kena dalë për cef me zhvillu intervistën, jo me ndru mendjen, jo me ndru fjalët. Ai vazhdon të zbuloj gjëra që ja kanë bërë disa kolegë, nëse tashmë ish kolegë. Nuk e di çfarë më thonë, më kanë bloku në çdo lloj aspekti, gjitha i kam kalu, kështu që kur gjë nuk e më befason më. Ka arrit në çat nivel. Në çat nivel që vetë nevoja ka bashkë, kështu që ka artista dhe sot e kësaj ditë që bashkëpunoj ose do kem bashkëpunim me ta, dhe më thonë do i terrorizosh me kontrata ka 8 faqesh artista të tjerë kur ti u shkosh kështu. Fal, po unë jam shumë i sinqert dhe jam shumë i drejt në ato në vendimet që i marr dhe dakordohem me dikë, kështu që po në shkruaj një fletë se kur gjë nuk kushton. Më kanë bllokuar, më kanë bërë drejt pa fund albinën. Edhe private edhe personale kanë kaluar në den personale dhe familjare. Edhe pse jam vetëm i krahinës tjetër, pse jam i mali zi, bëjnë dallime në çfarë. Pas paragjykime të tipit, absolutisht. Absolutisht, edhe në koncerte me telefona, ti Tuzianin, ti e Malazes, ti si e shqiptar, po. Davide fajin për krejt këtë jalë vet individi që nuk di ta menaxhoj karrierën, e tani do të flasim për vjedhje të këngëve. Ai ka ndodhur atje që dikush të tentoj t'ja merr një projekt. Mund ka ndodhur për shembull kur e kam lançuar këngën e motrës, se ishte edhe letra e njoftimit që më njofti bashkë shqiptaria si këngëtarin Davideshaj. Ma kanë kërkuar shërbime i shit instrumentalen, edhe vjen melodike me përkthy edhe tekstin, por nuk e kam dhënë, absolutisht jo. Dhe nuk e kisha dhënë as në Tormen. Ndoshta të shqiptarët e kisha shit, po jo në shtete të tilla, dhe
Më ka ndodhur për shembull me videoklipe. Disa vite më përpara se mi kanë dështu kanë ardhur në Podgoricë, i kena organizuar me familjen lokacionet. Edhe kena dhënë kaparin ditën që kena filluar xhirimet. Ka filluar shi edhe prish koha se maji këtë i ka dhe dalja e pranverës gjithmonë nuk ke garancion në xhirime. E pastaj këta janë atëru diçka pse unë e kam dashur me ndru një skenë, që unë krejt skenat i kishim zgjedhë dhe organizu me familjen, ne i kishim vizualizu, idetë ishin tonë, ata veç kanë ardhur të gatshëm me një super mikpritje vetëm me xhirua, edhe kanë marrë gjysmën e pagesës videoklipit, që edhe në atë kohë, se nuk e kam problem me thonë, është sekuenca si produksion, nuk e di kush e mban sot. Edhe pastaj edhe në atë kohë, jo më tani që një rrit çmimet në gjithçka, ka qenë shumë shpenzime dhe shumë e kushtueshme, kështu që e kanë marrë 50% të kaparit, edhe po atë ditë janë nisë mrapa për Kosovë dhe nuk ma kanë përfunduar xhirimin, edhe unë dashtë skenat e njëjta më ia dërguni brenda 2 javëve një produksioni tjetër. Ai ka zbuluar se Bigo i Kosovës e ka ftuar 2 vite më parë për qenë pjesë e këtij formati, por pse nuk pranoi? E kam pas një ftesë për Big Brother VIP Kosova, mos gaboj para 2 vitesh, po nuk mendoj se ka qenë momenti i dur, por kisha hy, veç e di që kisha qenë nam ndoshta. Po se di, nështë aty i shpallos Davidi i vërtet, as po duhem dalë ngjyrat e vërteta, jo se janë të kësia dhe negative dhe toksike. Mjaftu e shumë folëm, tani është koha që këngëtari nga Tuzi të sfidohet me blic pyetjet në zonë. Unë se kam problem seriozisht, as se më vjen zër Albina, as turp, as vështirë, me thonë se kur të ketë diçka konkrete edhe serioze, deri në pikën që ta bëj publike, unë do e bëj. Kështu që momentalisht jam i fokusuar në karrierë. Nuk po them se dikush nuk është anash, po momentalisht nuk mund të zbuloj as diçka më shumë se vëmendja shkon. Po nuk po mundem, unë e thash, kur të ketë diçka më konkrete, unë veti pari do e bëj, se kam këtë kompleks, kur du dikën edhe e shprej, nuk e më vjen vështirë. Romantik me kufi, po jam impulsiv, janë gjeshje si thohet, ja thu, e di, dukem shumë i edukuar dhe i kulturuar, po e kam edhe onën tjetër. Nuk e mjefti mirë, Albina. Personase thjesht, definitivisht. Nënës jam do t'ja dedikuar një këngë dhe mendoj që është më pak se mund të bëj vetë, se sa ka sakrifikuar, sa ka jap e bë dhe sa vazhdon me dhënë edhe me bë për karrierën time, se nuk e ka obligim dhe detyrim, por e shoh se e dua me zemër dhe e shoh se e kam gjetë veten edhe punoj në atë drejtim që të bëm çdo ditë ditës e prej këngë nga këngës më i mirë, kështu që mos të kisha pas në onën, unë nuk kisha mujt me vazhdu karrierën.